أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ne faktikisht vazhdojmë me ligjëratën numër 6 sa i përket leximit dhe komentimit të akidës. Nëse fije, erën e kalume, neve kemi vë vetëm një hyrje ke sifatet e Allahu xhel xhelalu. Sifatet domethënë cilësitë e Allahut. Edhe e bëm një hyrje, edhe tham se cilësitë e Allahut ndahen disa lloj. Neve folëm vetëm për një lloj të cilësive të Allahut xhel xhelalu. Edhe bëm një hyrje. Çka tham që selbie, cilësitë mohuese. Në esencë ata mohojnë diçka nga Allahu xhel xhelalu. Domethënë mohojnë diçka që nuk e ka Allahu xhel xhelalu për cilësive të veta. Edhe fillon me të parën tham wahdanie. Wahdanie domethënë Allahu është një, çka domethënë e mohonën që Allahu xhel xhelalu të ketë shok, apo të ketë më shumë se 2 apo më shumë zotra përveç Allahu xhel xhelalu. E në për këtë ne sollëm argumente nga Kurani, për shembull Allahu la ilaha illa hu. Zoti është ai çka nuk ka zot tjetër përveç atij. Allahu është ai çka s'ka zot tjetër përveç atij. E në shumë ajete në Kur'an. Po ashtu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të shumta, të cilat e dëshmojnë se Allahu është një. Këto janë argumente për kategorisë që kemi thënë në argumente të transmetuara, të cilat përmenden në Kur'an e në përmenden sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po dietarët të cilët kanë ardhur më vonë nuk kanë mbetur vetëm aty, po janë munduar të sjellin argumente ndryshme, të cilat ata vërtetojnë po ashtu faktikisht me metoda logjike njohshmërinë Allahu xhel xhelalu. Siç e vërtetojnë ajetet njohshmërinë Allahu xhel xhelalu, dietarët janë munduar të ngrejnë argumente të ndryshme të tjera, të cilat argumente do ta vërtetojnë njohshmërinë Allahut. Edhe një ndër ta ishte Imam El-Lamishi ke librave të Temhid, po edhe gjithë dietarët e tjerë. Çka thot Imam El-Lamishi? Kur diskutojmë për ekzistencën e më shumë se 2 zotrave e lartë, ata ose do të bien dakord ose do të bien kundërshtim njëri me tjetrin. Diskutojmë për tezën e parë, të bien dakord. A mund të ketë më shumë se 2 apo më shumë zotra të cilët do të bien dakord në udhëhecinë e dynjas? Këtë tezë dietarët e akidës e kanë zgjuar poshtë. Për çfarë arsye? Kanë thënë se nuk mundet të ketë 2 apo më shumë zotra në udhëhecinë e kësaj dynjaje, edhe të bien për çdo çështje dakord të dy. Domosdoshmërisht në ndonjë vend apo në ndonjë mesele, njëri prej këtyre do dëshirohet të ndodhe, e njëri prej këtyre do dëshirohet të mos ndodhe. Se është jo logjike çka çdo të 2 zotrat apo më shumë zotra të kenë dëshirën e vet të jenë të lirë, të përzgjedhin, edhe në çdo meselë, në çdo çështje të bien dakord. Kjo s'mund të ndodhe. Detyrimisht, përderisa do të ishin, supozojmë 2 zotra, duhet të diku në krijimin e dikujt, dikush do dëshirohet se ai të vdesë, apo zoti i dytë do dëshirohet që ai të jetë gjallë. Detyrimisht do të bien kundërshtim. Kjo është e para. Domethënë dakordimi i 2 apo më shumë zotra në udhëhecinë e dynjas nuk mund të ndodhë asesi. Kjo tezë bie poshtë. Dalim ke e dyta, domethënë të bien kundërshtim ata 2 zotra njëri me tjetrin. E tash kur bien këta 2 zotra kundërshtim me njëri me tjetrin, ne kemi 3 situata. Ose të arrihet dëshira e të dyve, ose të arrihet mos arrihet dëshira askujt prej këtyre të dyve, ose njëri ti plotësohet dëshira, njëri jo. Domethënë detyrimisht nëse ka më shumë se 2 apo më shumë zotra, supozojmë, ata do të bishin kundërshtim. Edhe si pasojë e kësaj do paraqiten 3 situata. Dikush do të thotë filani do të vdesë, zoti i parë do thotë fulani do të vdesë, zoti i dytë do të kërkojë fulanit mos vdesë. Atash paraqitemi para 3 situata, ose plotësohet dëshira të dyve. S'mund të ndodhë, nuk mundet nikosisht edhe të vdesë fulani, një njeri, edhe nikosisht edhe të jetë gjallë. Domethënë bie supozimi i parë. Supozimi i dytë, të mos plotësohet dëshira as parit as dytit. Nëse nuk plotësohet dëshira e as parit, e dëshira e as të dytit, atëherë këta nuk janë zotra. Për arsye se s'kan fuqi ta kryejnë atë cilën kanë dëshirë ta bëjnë. Atëherë dalim ke pjesa e tretë, të kryet dëshira e njënit e në mos kryet dëshira e tjetrit. Atëherë ai i cili e kryen atë cilën dëshiron, fulan njëri zot ka vendosur të jetë gjallë, ngjallet. Nuk ndodh vdekja ashtu siç dëshiron zoti i dytë. Atëherë i bie ki i pari është zot, ki i dyti nuk mund të jetë zot. Kjo është ajo çka vërteton ajetin ku Allahu xhela xhelalu çka thotë, nëse në qiell edhe në tokë do të kishte zotra të tjerë përveç Allahu xhela xhelalu, do shkatërroshin edhe qielli edhe toka. Për çfarë arsye? Për arsye se s'mundet të ketë më shumë se 2 zotra se nuk mund të funksionojnë. Kjo është argumenti e cilën e përmend erën e kalume.
ligjërata e kaluar ka diskutuar këtë çështje detajisht. Neve sot inshallah bëjmë një hyrje me Imam Nuruddin as-Sabunin me librin El Kifaya fil Hidayah. Çka thot ai? Thot el qawlu fi sifat. Fjala ose mesela çështjet që lidhen me sifatet e cilësitë të Allahu xhela xhelalu. Dhe bëjmë një hyrje me këtë libër dhe do të kalojmë ke libri i cilën e lexojmë neve rregullisht çdo javë. Çka thot? Wa idha thabata bima dhakarna annahu ta'ala sani'un wahidun. Edhe tash kur vërtetohet thot, atë cilën e vërtetojmë neve ligjëratën e kaluar, me argumente nga Kurani, Suneti dhe me argumente logjike se nuk mund të ekzistojë zot tjetër përveç Allahu xhela xhelalu. Pra ku neve e vërtetuam se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhela xhelalu i cili është një. La yushbihu shay'an min khalqihi. Ai nuk i përngjan askujt nga krijesat e vete dhe as krijesat nuk i përngjajnë në asnjë formë për formave krijuesit Allahu xhela xhelalu. Thabata annahu mawsufun bi sifatil kemal. Thot vërtetohet, pohohet se Allahu xhela xhelalu është i cilësuar me cilësitë më të plota. Sifatul kemal do të thonë cilësitë më të plota të cilat i takojnë qenies supreme të Allahu xhela xhelalu. Munazzahun anin naqisati waz-zawal. Allahu thot është i pastër nga çdo emet edhe është i pastër nga ajo se mundet dënjëra prej cilësive të atij apo qenia Allahu xhela xhelalu të shkatërrohet, domethënë të zhduket ndonjëherë, të mos ekzistojë. Domethënë ashtu siç është Allahu i cilësuar me cilësitë më të pastra, ashtu është i pastër nga cilësitë të cilët kanë të meta në vetvete, po ashtu është i pastër nga ajo se dikush nga cilësitë e Allahu xhela xhelalu mundet ndonjëherë të faktikisht të largohet edhe të mos ekzistojë. O sifatuhu qaima bi dhatihi. Në sifatet janë faktikisht të qenies të Allahu xhela xhelalu. Kjo mesela do të vijë më vonë, do ta diskutojmë përsëri. Laysa tushbihu sifatil makhluqina bi wajhin min al-wujuh. Sifatet e Allahu xhela xhelalu nuk i ngjajnë cilësitë e Allahu xhela xhelalu nuk u ngjajnë cilësive të krijesave në asnjë aspekt për aspekteve të mundshme. Domthonë çka i takon Allahu xhela xhelalu, ai është i veçantë me atë. Për këtë kur e përmendëm me njëshmërinë Allahu xhela xhelalu tham se Allahu është një sipas qenies, Allahu është një sipas cilësive, e Allahu është një sipas veprave. Në qenien e Allahut, në cilësinë e Allahut, në veprat e Allahut, askush pi krijesave nuk i ngjan në një formë pi formave të mundshme. Walaysat hiya bi aradin tuhdithu wa tan'adimu. Po ashtu, tuhdithu wa tan'adimu në cilësitë e Allahu xhela xhelalu nuk janë arad, nuk janë veti, të cilët neve kemi përmend. U kujtohet kur kemi diskutuar në fillim për dalilul huduth, argumenti i fillimësisë gjithçkas, ne kemi përmend faktikisht trupat si ndahen. Kemi thënë ata ndahen në trupa, faktikisht edhe në veti. E këta veti, të cilat ndodhin, kanë fillim edhe kanë mbarim. E cilësitë e Allahut nuk kanë fillim edhe nuk kanë mbarim. Bel hiya azaliyya la awwala laha. Thotën cilësitë e Allahu xhela xhelalu, gjithçka që lidhet me Allahun xhela xhelalu, është ezelie, la awwala laha, nuk ka fillim. Çdo send çka e ka, kur diskutojmë për dijen e Allahut, dia e Allahut është e përhershme pa fillim. Kur diskutojmë për dëgjimin e Allahut, dëgjimi i Allahut është i përhershëm pa fillim. Kur diskutojmë pak për fuqinë e Allahut, është e përhershme pa fillim. Çdo send, gjithçka çka ja atribuojmë neve Allahu xhela xhelalu, kjo është rregull, është e përhershme pa fillim, e është e përhershme pa mbarim. Gjithçka çka i përket Allahu xhela xhelalu, pi cilësive janë çdoshmërisht bazuar mbi këtë rregull. Janë të përhershme pa fillim edhe janë të përhershme pa mbarim. Si Allahu flet. Është cilësi e përhershme pa fillim, e është cilësi e përhershme pa mbarim. Bel hiya azaliyya la awwala laha, abadiyya la akhira laha. Po ashtu është e përhershme, nuk ka fund. Atë çka përmend. Fa huwa hayyun, ai është i gjallë, alimun, i gjithdijshëm, qadirun, i plotfuqishëm, sami'un, dëgjues i gjithçka, basirun, shikues i gjithçka, muridun, Allahu ka dëshirë, mutakallimun, Allahu flet. Ila ma la yatanaha min sifatil kemal, edhe pafundësisht nga sifatet, cilësitë e plota të cilat i ka Allahu xhela xhelalu. Neve në përgjithësi do të diskutojmë 20 cilësitë Allahu xhela xhelalu brenda diskutimit tonë edhe në ligjëratat e ardhshme. Mirë, po cilësitë e plota të Allahu xhela xhelalu janë pafund. Neve do të diskutojmë rreth asaj cilën Allahu e ka përmend. Ndërsa cilësitë e plota të qenies së Allahut janë shumë më shumë nga ajo çka neve do të diskutojmë. Po ashtu duhet dihet se njohja e plotë e qenies së Allahut xhela xhelalu është e pamundur. Neve e njohim atë sa ka dashur Allahu xhela xhelalu, neve ta njohim atë. Pra gjithçka çka duhet përfitojmë pikë hyrja çka e përmendëm ke libra El Kifayat, është ajo se cilësitë e Allahu xhela xhelalu. Allahu e para është i cilësuar me cilësitë më të plota,
dhe është i pastër nga çdo cilësi e cila nën kupton ose ka ndonjë tmet në vetveten e saj. E dyta, cilësitë Allahu xhelel xhelalu, çdo cilësi është e përhershme pa fillim, edhe ajo cilësi është e përhershme pa mbarim. Ndryshe se nëse ndonjëra prej cilësive të Allahu xhelel xhelalu do të kishte fillim, atëherë kjo do të thonë se qenia e Zotit ka ndryshuar. Do të thonë nuk ka pas ndonjë prej cilësive në kaluamën, më pas ka ndodhur kjo cilësi në qenien e Allahu xhelel xhelalu, edhe faktikisht është plotësuar me këtë cilësi. Anë kaluamën para ekzistimit të kësaj cilësie, atëherë do të binte se Allahu xhelel xhelalu i ka munguar njëra nga cilësitë, domethënë s'ka qenë i plot. Për këtë themi çka mos dalim këta kuptime të cilat janë devijim, themi se cilësitë të Allahu xhelel xhelalu janë të plota, janë pa mangësi, janë të përhershme pa fillim edhe të përhershme pa mbarim. Kemi ke metni të cilin e lexojmë metnin e Imam Nesefiut. Në kaluamën edhe çka thamë, lexojmë këtë pjesën ku thot pasi vërtetojmë ekzistimin e Allahu xhelel xhelalu me argumente. Atëherë kalum se edhe tham se Allahu, cilin neve besojmë, i cili është krijuesi i gjithë shkafit, ai është wal muhdithu lil alami huwa Allahu ta'ala. Thotë Imam Nesefiu dhe ai krijuesi i gjithë shkajës, i gjithësisë është Allahu xhelel xhelalu. El wahidu, i cili është një. Këtë përmendëm erën e kaluar. Edhe këtu do të dalemi diskutojmë pak për sifat e selbie, cilësitë mohuese të Allahu xhelel xhelalu. Çka do të thonë mohuese? Këta mohojnë diçka cilën nuk duhet ta ketë qenia Allahu xhelel xhelalu. E përmendëm. Qidem, Allahu është i përhershëm pa fillim. Domethënë e mohon fillueshmërinë Allahu xhelel xhelalu. Baqa, Allahu është i përhershëm pa mbarim, e mohon mbarimin e Allahu xhelel xhelalu. Atëherë është wahdanie, një. Allahu është një, e mohon çka të ketë më shumë se dy zotra të tjerë përveç Allahu xhelel xhelalu. Mukhalafetun lil hawadithi. Allahu xhelel xhelalu është në kundërshtim me gjithçka të cilën neve njohim me krijesat. Domethënë çdo cilësi çka e kanë krijesat është ndryshe nga qenia e Allahu xhelel xhelalu. Edhe e pesta është qiyamun bi nafsi, Allahu xhelel xhelalu ekziston vetvetiu. Secilën nga këta nga një neve dhe ta trajtojmë. Kur diskutojmë për el wahidu, e diskutojmë herën e kaluar. Domethënë wahdania, Allahu është një, e kemi diskutuar ligjëratën e kaluar. Sot do vazhdojmë me fjalën tjetër, fjalën e dytë në lidhje me cilësitë Allahu xhelel xhelalu të Imam Nesefiut, çka thotë el qadimu, Allahu xhelel xhelalu është i përhershëm pa fillim. Domethënë, gjithë ligjërata e jon e sotme ka të bëjë me pa fillimsinë e Allahu xhelel xhelalu. Mirë, por kur jemi ke pa fillimësia, do ta marrim edhe beqa, edhe qidem edhe beqa. Qidem do të thonë Allahu xhelel xhelalu është i përhershëm pa fillim, beqa do të thonë Allahu është i përhershëm pa mbarim. Edhe neve inshallah të dyja këta cilësi të Allahu xhelel xhelalu do t'i diskutojmë një nga një. Vazhdojmë me cilësinë e parë për sonde, e cila është el qidem. Allahu është i përhershëm pa fillim. Çdo më thon qidem gjuhën arabe. Qidem gjuhën arabe do të thonë e kundërta e fillimit. Do të thonë Allahu është el qadim, i përhershëm pa fillim. Qidem gjithsesi gjuhën arabe do të thonë e kundërta e fillimit. Çdo send e cila ka fillim nuk mund quhet me qidem. Kjo është kuptimi i saj gjuhësor. Dalim ke kuptimi i fjalës qidem, e cila është i përhershëm pa fillim në terminologjinë islame ose në akide siç e kanë përdorur dietarët. E para, fjala qidem ka ardhur në tre kuptime. El qidem az-zamani, është pa fillimsi, mund ta përkthejmë shqip bukfalisht kohore. Çka tregon kjo? Kjo tregon se diçka e kanë përdorur arabët këtë fjalë. Nuk e kanë përdorur xher kur kanë folur për qenien e Allahut. Fjala qidem, qadim kur diskutojmë për Allahun, nuk është përdorur vetëm për qenien e Allahut, është përdorur edhe për kuptime tjera gjuhësore. E para, el qidem az-zamani, kur është përdorur kjo fjala qidem në kontekstin kohor. Diskuton për kohën. Ku thot çka thot Allahu xhelel xhelal? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim. Edhe faktikisht hënën, cilës e ka përcaktuar Allahu xhelel xhelalu atë faktikisht lëvizjen e vet precizën cilën do të ecë, ketë çdo herë ke një event el qadim të përdoret. Lafzi el qadim kur diskuton për hënën. Domethënë çdo herë të ketë ke orbita e vet cilën ajo rrotëllon. Domethënë lafzi qidem kur diskutojmë mund përdoret edhe për çështje kohore. Mund përdoret edhe el qidem el idafi. Mund përdoret edhe për kuptimin për shembull çdo bir e ka babën i cili është para tij. El qidem el idafi gjuhën arabe ka përdorur për shembull baba është krahasim me birin e vet qadim. Dhe baba është më i vjetri, biri është i riu. Domethënë njëna vën kuptimin kohor. E dyta vën kuptimin se dikush i paraprin dikujt tjetër. E treta vën kuptimin e dhati me qenie.
Këto është ajo çka diskutojmë neve. Kur diskutojmë për kidemin e Allahu xhela xhelal, çka Allahu është i përhershëm pa fillim. Kjo është e treta cilën neve tash do ta cekim edhe do ta diskutojmë. Për ta parë më qartë neve do t'i referohemi prapë Imam Ebul Mu'in an-Nasafi. Neve kur kemi diskutuar në hyrje të kësaj libri, si kemi diskutuar se Imam Ebul Mu'in an-Nasafi, jo Nasafiu çka lexojmë librin e këtij. Imam Nasafi ka shumë dietar quajtur. Për arsye se Nasafi është një vend. E në gjithë dietarët cilët kanë jetuar ka i vendi, e kanë marrë emrin sipas vendit ku kanë jetuar. E në shumë dietar kanë nga ky vend. Këtë çka lexojmë në Nasafiun është imam tjetër. Këtë në Sefiun çka do lexojmë tash është një imam tjetër preke i njëjti vend. Edhe është pi dietarëve të mëdhej të akidës Maturidie. Çka thot? Thot emma fi sifati Allahi Ta'ala fa qadimun. Sa i përket cilësive të Allahu xhela xhelalu, ai është i përhershëm pa fillim. Bimaana me kuptimin ennehu lam yazal, Allahu nuk përfundon kurrë, domethënë ekziston çdo herë. Wallahu Ta'ala qadimun bila ibtida'in wala intiha. Allahu është i përhershëm pa fillim, e Allahu është i përhershëm pa mbarim. Nuk zhbëhet qenia Allahu, domethënë çdo herë det ekzistue. La bimaana ennehu yuqaddamu ala ghayri fil wujud. Jo në kuptimin se Allahu xhela xhelalu është i paraprin gjithë njerëzve. Kur thomi neve se gjithë krijesave, kur thomi neve Zoti është i pari pa fillim, e kemi për qëllim se asnjë sens ka ekzistuar para Allahu xhela xhelalu. Mirpo ai është faktikisht i cili i ka nxjerrë në ekzistencë gjithë ekzistenca tjera. Edhe këtu do ta kemi parasysh një rregull, si do ta kuptojmë ne pa fillueshmërinë Allahu xhela xhelalu. Për arsye se çdo sens që e shohim neve, edhe çka domethënë nëse studiojmë, çdo sens çka na rrethon, edhe njerëzit dhe natyra, çdo sens rreth nesh ka fillimin e vet. Çdo sens fillon edhe mbaron, siç neve lindim edhe faktikisht mbarojmë. Edhe nëse shohim para nesh është një bab, atë vazhdon gjyshi, gjithë ata kanë vazhduar, kanë mbaruar. Çdo sens cilën e shohim në dynja ka fillimin e vet. Edhe shumica e ateistëve kur diskutojnë me besimtarët, cilët thonë se Allahu, qenia e Zotit, krijuesi, është i përhershëm pa fillim, nuk mund ta kuptojnë këtë situatë. Ata thonë çdo sens që e shohim neve në këtë botë ka fillimin e vet. Por këtë thonë neve nuk mund ta paramendojmë ekzistencën e një krijuesit i cili s'ka fillim. Për arsye se çdo sens që e shohim neve edhe studiojmë ka fillimin e vet. Çka u thomi neve këtij? Neve u thomi këtij neve, ty je duke diskutuar për krijuesin, ai i cili e ka krijuar gjithçkafin, ai i cili ka vendosur këta ligjet fizike që dhe kanë fillim edhe dhe kanë mbarim. Nuk mundesh krijesën në bazë të asaj se çka e shef te krijesa me të njëjtin kantar ta gjykosh Allahun xhela xhelalu. Është e vërtetë se çdo sens që ekziston në dynja ka fillim edhe ka mbarim. Por kjo vlen vetëm për krijesat. Ky ligj vlen në çdo e lidhet me krijesat. Ndërsa kur diskutojmë për qenien e krijuesit, atëherë ai është i pasur nga ky ligj, se është ai i cili e ka nxjerrë këtë ligj në ekzistencë. Ai është ai i cili e ka venduar këtë ligj. Për këtë pafillimësia e Allahu xhela xhelalu kuptohet në këtë formë. Domethënë ai është i pari i cili ka shpikë dhe ka nxjerrë çdo sens. Edhe para atij nuk ka pas askush. Jo kuptimin se ka ekzistuar diçka para Zotit i cili ka shkaktuar Zotin, jo. Allahu ekziston vetvetiu. Nuk ka dikush tjetër i cili mund ta shkaktojë ekzistencën e Allahut xhela xhelalu. Për arsye se nëse do të kishte dikush, atëherë ai i cili shkaktonte ekzistencën e Allahut, ai do ishte Allah. Është në qartë. Allahu ekziston vetvetiu. Nëse është edhe e qartë edhe kjo pjesa e cilën neve e përmendëm. Vazhdojmë andi të përmendim disa nga argumentet të cilët e vërtetojnë se Allahu xhela xhelalu është i përhershëm pa fillim, nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Çka thot Allahu në Kur'an? Huwal awwalu wal akhiru. Ai është i pari dhe ai është i fundit. Ai është i fundit kuptimin se çdo send e cila ekziston në faktikisht është në varme nga mbikëqyrja e në përkujdesi Allahu xhela xhelalu. Ai është i pari i cili s'ka fillim dhe ai është i fundit i cili nuk ka mbarim. Kjo është argumenti i cili përmendet në Kur'an. Vazhdojmë pi haditheve të pejgamberit alayhis salam. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu. Thotën Allahu xhela xhelalu ka ekzistuar çdo herë. Edhe nuk ka pas diçka para Allahu xhela xhelalu, se ai është ekzistencë e domosdoshme. Edhe çdo send tjetër përveç Allahut është ekzistencë e varur nga qenia e Allahut. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Allahu edhe s'ka pas asnjë send para atij. Më pas Allahu faktikisht i ka kriju krijesat tjera. Këta janë argumente të cilat i kemi në Kur'an dhe Sunet, çka lidhen e vërtetojnë pafillimsinë e Allahu xhela xhelalu.
Vazhdojmë tash me quhet delil akli. Neve kemi përmendur se çdo herë do diskutojmë me argumente të cilat përmenden Kur'an edhe në Sunet, më pas do të bëjmë argumente të cilat janë logjike. Domethënë çdo sens që thomin Allah është i përhershëm pa fillim, bëjmë argument nga Kur'ani. Më pas mundohemi të cilëlim argumente logjike. Por çfarë arsye? Jo se neve nuk e besojmë Kur'anin në Sunetin e pejgamberit alayhis salam, por për arsye çka neve timit përgatitur se ka dikush i cili do të përballeshte me atë, ai mund të jetë ateist. Ai nuk e beson as Kur'anin as Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nëse ti sjell argument nga Kur'ani, thot Kur'ani so për mu libër i shenjtë, është libër i shkruar nga një njerëz para 1400 vjeç. Nuk e pranon Kur'anin si argument as Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe tash, përballja yt me këta njerëz do të jetë në mënyrë logjike. Ose në pa kuptim, po ndonë shoh edhe disa xhallar, disa media janë shfaq edhe diskuton tash me ata të cilët janë filozofë dhe janë ateist, ai nuk e beson Kur'anin si libër të shenjtë. Ai bie argument për Kur'an thot Allahu, kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Çka ta vërtetuan njëshmërinë e Allahut. Mirë, po ai nuk e shef Kur'anin si argument. Për këtë, përballja jot me ateistë të cilët nuk e shohin Kur'anin si argument, do të jetë në mënyrë logjike. Ashtu siç mendon ai, ashtu edhe do ti kundërvyesh me të njëjtën faktikisht me të njëjtën monedhë. Argumentet çka janë Kur'an Sunet i përmendëm. Tash si mund t'ia vërtetojmë neve një njeriu i cili nuk beson në Allahun xhelel xhelalu, ose thot unë besoj në Allahun xhelel xhelalu, mirë po thot Allahu ka një farë lloj fillimi i cili ka ndodhur, cilën neve nuk e kuptojmë. Si do t'ua vërtetojmë ti në mënyrë logjike? Thot, fa hu anna sani al-alami qadim. Ai i cili ka krijuar dynjan është i përhershëm pa fillim. Law lam yakun qadiman lakana muhdithan. Se nëse nuk do të ishte, se do të janë dy lloj. Ose është i përhershëm pa fillim, ose ka fillim si gjithë krijesat tjera. Domethënë, ai i cili ka krijuar dynjan është i përhershëm pa fillim. Se nëse nuk do të ishte i përhershëm pa fillim, domethënë do të kishte fillim si gjithë krijesat tjera. Atëherë ai më nuk është Zot. Por derisa ai ka fillim, atëherë në këtë aspekt ai ngjan edhe me njeriu i cili ka fillim. A çka thot Allahu? Lejse kemi thli shay. Allahu nuk i përngjan askush. Në këtë aspekt Allahu xhelel xhelalu është i përhershëm pa fillim. Se nëse do të kishte fillim, atëherë nuk do të ishte krijues. Walau lam yakun qadiman lakana muhdithan. La adima alwasitatu bayna alqidami walhuduthi. Walau kana muhdithan laftaqara ila muhdithin. Eta ashton, nëse Allahu do të kishte fillim, atëherë do të kishte nevojë të ketë dikush tjetër i cili do t'i jepte fillim Allahu xhelel xhelalu. Edhe këtash në këtë aspekt bëhet krijuesi i nevojshëm, por derisa është i nevojshëm për dikën tjetër, nuk konsiderohet krijues. Kjo është argumenti logjik i cili na bën të bindemi se Allahu është i përhershëm pa fillim. Si ishte ky argument? Ky argument thotë se Allahu është i përhershëm pa fillim, nga që po të kishte fillim, duhej dikush tjetër t'i japë fillimin. Nëse ki do të ishte krijues dhe të kishte nevojë çka dikush tjetër të vijë nga jashtë t'i japë këtë fillimin, atëherë i bie ai i cili vjen nga jashtë dhe ja shkakton këtë fillimin, ai do të jetë krijuesi edhe jo ky i cili është pasojë e një veprës dikujt tjetër para kësaj. Për këtë themi se Allahu është i pavarur për askënd, është ekzistencë e pavarur, nuk ka nevojë për askënd, as për adhurimin e besimtarëve, as për ekzistimin e njerëzve, nuk i nevojitet askush çka Allahu xhelel xhelalu të ekzistojë. Mund këtë aspekt do ta kemi parasysh edhe atë çka e përmendëm, se ata të cilët thonë se çdo sen çka shohim ka fillim dhe ka mbarim, edhe në këtë dhe ky ligj do të vlejë edhe për krijuesin, themi e kanë gabim. Por çfarë arsye se ky ligj, çdo sen çka ka fillim ka mbarim, vlen për krijesat, por atë çka e shohim neve brenda krijimit të Allahu xhelel xhelalu. Mirë, po qenia e Allahut ndryshon plotësisht nga ajo se çka e shohim neve në nga ligjet të cilët neve i njohim jashtë në natyrë. Besoj kjo është në qartë për ta vërtetuar edhe faktikisht këtë çka e tham, Allahu xhelel xhelalu ekziston pa fillim. Dalim ke ta lexojmë atë çka i thot Imam Gazaliu. Imam Gazaliu është dietar të mëdhenj, dietar shumë i madh. Ka shkruar shumë libra në akide, ka shkruar libra në tasavvuf, ka shkruar libra në fik, ka shkruar libra në usul fik, gjithë shkencat islame. Domethënë është pimendjeve më të drejtura. E ka lexuar komplet filozofinë, edhe më pas u ka kundërvy filozofive, ka shkruar libra kundër bindjeve të filozofëve. Nuk ka qenë dietar faktikisht enciklopedi. Ai ka një libër që Al-Iqtisad fil I'tiqad, është për librave më të mira të shkruar në çështjet e besimit. Çka thot? Nad'i thot neve themi se anna sabab alladhi athbatnahu li wujud al-alami qadimun. Ai cili neve si musliman thot themi se ai cili e ka shkaktuar këtë dynja e në fillimsinë e gjithësisë është në ekzistencë përhershme pa fillim.
Fa innahu law kana hadithan, për arsye se nëse do të kishte fillim krijuesi, laftaqara ila sababin akhar, do të kishte nevojë për një sebeb tjetër i cili do t'ja jep të fillimin. Wa kadha dhalika sababul akhar, po ashtu edhe ky sebebi tjetër i cili do shkaktonte këtë zot, do të kishte nevojë për një sebeb tjetër i cili ta shkaktonte këtë sebeb. Edhe kjo thotë kështu do të vazhdohet zinxhiri njëra mbas tjetër. Wa imma ila ghayri nihayatin wa huwa muhal. Edhe kjo domethënë nëse ky sebeb e ka shkaktuar këtë zotin, do ta shohim kush është ky sebeb. Kjo arsye, ky shkak. Atëherë këtë shkakun kush e ka shkaktuar? E ka shkaktuar dikush tjetër. Atëherë ne vazhdojmë ka shkaku i dytë, shkaku i tretë, i katërt, i pestë, i kionidën. Secili shkak e ka shkaktuar një shkak tjetër i cili ka ardhur deri ke i fundit i cili e ka shkaktuar Allahun. Edhe thotë kjo nuk mund të vazhdojë kështu pafundësisht. Për arsye se detyrimisht ta shkaqet diku do të përfundojnë. Si njeriu, nëse vazhdon baba, më brapa vazhdon. Gjyshi, domethënë përfundim do të mbërrim ku? Ka Ademi alayhis salam. Para asaj do të mbërrim ka Allahu xhela xhelalu. Detyrimisht këta shkaqe të cilat e shkaktojnë dikën tjetër, i cili e ka shkaktuar krijuesin, nëse supozojmë diçka të tillë e cila është normalisht devion, kjo është e pamundur. Detyrimisht duhet ta shkaqet diku të përfundojmë. Wa imma yantahi ila qadimin, ose të përfundojnë këta shkaqet ka ai i cili është i përhershëm pa fillim. La mehala yaqifu indahu wa huwa alladhi natlubuhu. Edhe ai është atë cilin neve e kërkojmë, sani ul alami. Ai atë cilin neve e quajmë krijuesi i gjithësisë. Ajo çka mundot Imam Gazali këtu të na thotë është se detyrimisht ai i cili e ka krijuar gjithësinë do të jetë i përhershëm pa fillim. Se nëse ai do të kishte fillim, atëherë filluesi i cili shkaktari i fillimësisë Zotit, atëherë ai do të ishte Zoti. Po mos ishte Zoti do të ishte një sebeb, një shkak. Atëherë para këtij shkakut do të ketë dikush tjetër i cili e ka shkaktuar këtë shkak. Atëherë para kësaj domosdoshmë ta të lidhën deri diku e cila kjo do të përfundonte, detyrimisht ke krijuesi i vërtetë. Përfundon faktikisht me pjesën e parë sa i përket Allahu xhela xhelalu është i përhershëm pa fillim. Vazhdojmë me cilësinë e dytë, e cila është Allahu xhela xhelalu ekziston, edhe ekzistenca e tij është e patërcësueshme, edhe nuk ka mbarim. Domethënë i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim. Thotën Imam al-Laqani në al-Jawhara. Jawharat at-Tauhid është për librave manualeve të shkruar në poezi. Imam Laqani ka përmbledh akiden, besimin e muslimanëve, edhe kur diskuton për Allahun xhela xhelalu në këtë poezi çka thot: "Wa kullu man jaza alayhi al-adam, alayhi qat'an yastahilu al-qidam." Çdo send, thotën, e cila mund të zhduket një ditë, çdo send e cila pranon zhdukjen, mos ekzistimin, është e pamundshme thot ajo të jetë e përhershme pa fillim. Domethënë çdo send çka ti cilën e din se ajo mund të përfundojë, ajo detyrimisht ka fillimin e vet. Domethënë çdo send çka përfundon ka fillimin e vet. Njeriu për shembull, a përfundon, ka fillimin e vet. Dynjaja, gjithësia, ne edhe kemi diskutuar këtë se është në zhvillim e sipër deri në momentin dhe kjo do të përfundojë. Domethënë ka fillimin e vet. Si rregull, e përgjithshme është çdo send e cila përfundon detyrimisht ka fillimin e vet. Për këtë themi se Allahu xhela xhelalu është me të kundërtën e kësaj, është i përhershëm pa fillim, edhe çdo ai i cili është i përhershëm pa fillim, detyrimisht do të jetë i përhershëm pa mbarim. Se për ekzistimin e atij nuk ka pas nevojë për askënd. Ai ka shpikë të tjera. Edhe gjithta sendet e shpikme të cilat janë nuk mund ta bëjnë përfundimin e atij të parit. Se ai është i cili i ka nxjerrë në ekzistencë gjithta ekzistenca të cilat ne shohim edhe ekzistojmë. Për këtë themi është i përhershëm pa fillim edhe i përhershëm pa mbarim, se nuk ka kuptim të jetë i përhershëm pa fillim edhe më fund ketë mbarim. Kush është ai i cili do t'ia sjellë mbarimin dikujt i cili ka ekzistuar më çdo herë? Përderisa ai ka sjellë çdo send tjetër në ekzistencë dhe gjithë kjo që ekziston është e mvarur nga ekzistimi i atij. Për këtë Allahu është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim, siç e potencon huwal awwalu wal akhiru. Ai është i përhershëm pa fillim edhe po ashtu pa mbarim. Thotën Imam Bayadi. Imam Bayadi është prej dietarëve të mëdhtë. E ka preardhën prej Bosnës. Domthonë ka qenë prej dietarëve të cilë ka jeton kohën e Peranderisë Osmane, me preardhë prej Bosnës. Ka qenë kadi asker, ka qenë gjykatës i madh dhe ka pas post në lart në ushtri. Dhe ka shkruar, ka mbledh gjithë fjalët e Imam Ebu Hanifës me një libër. Më mbrapa gjithë këtë përmbledhje të fjalëve të Imam Ebu Hanifës e përmbledh dhe bën praktikisht koment. Ai quhen Isharatul Meram. Është dietar shumë i madh dhe ka preardhën prej Bosnës. Çka thotë ai? Inna baqa'ahu, por shmëria Allahu xhela xhelalu, domethënë Allahu xhela xhelalu ekziston edhe ekzistencë e cila nuk përfundon. Inna baqa'ahu ta'ala laysa ibara an wujudihi fi zamanin. Kur themi se Allahu xhela xhelalu ekziston edhe të vazhdojë të ekzistojë, kjo nuk lidhet me
aspektin kohor, me konceptin e kohës. Për çfarë arsye? Për arsye se është ai i cili e ka shpik kohën. Domethënë kur thomi neve se Allahu do të ekzistojë çdo erë pa mbarim, kjo s'do të thotë se lidhen me kohën, se koncepti kohë është koncepti krijuar. Çka thotë? Leysa ibara an wujudi fi zamanayni, wa illa lazim yakunu ta'ala zamaniyan. Për arsye se nëse ne mendojmë se në të ardhmen e lidhim ekzistencën e Allahu xhela xhelalu, ekzistencë e cila nuk përfundon me kohën, atë çka kemi bë? E kemi lidh qenën e Allahut me njërin e koncepteve të cilat e ka krijuar. Koha është krijesa e Allahut xhela xhelalu. Për atë kur themi se Allahu ekziston çdo erë pa fillim, e ne ekziston çdo erë pa mbarim, kjo nuk lidhet me kohën. Për arsye se koha ka fillim. Sa krijesa e Allahut, përderisa është krijesë ka fillim edhe ka mbarim. Për këtë çdo erë kur diskutojmë për fillueshmërinë edhe mos përfundimin e qenies së Allahut xhela xhelalu, jemi larg konceptit kohës. Për arsye se koha është krijesë për krijesave të Allahut xhela xhelalu. Bel huwa ibaran an imtina'i adami. Mirpo, por hershmëria e Allahut lidhet me atë se nuk mund të ndodhe mos ekzistimi i tij, jo me kohën. Domethënë nuk do ta lidhim të ekzistojnë të ardhmen, domethënë me ekzistimin e kohës në një të ardhme e cila nuk përfundon. Jo, për arsye se koha një ditë det ketë përfundimin e vet. Kjo është ajo cilën e përmend Imam Bayadi. Tash argumentet të cilat e vërtetojnë për hershmërinë Allahu xhela xhelalu dhe ekzistimin e Allahu xhela xhelalu çdo erë. Huwal awwalu wal akhiru. Ai është i pari i cili s'ka fillim, është i fundit i cili nuk ka mbarim. Çka thot Allahu në Kur'an? Kullu shay'in halikun illa wajh. Çdo send thot Allahu do të shkatërrohet përveç Allahu xhella xhelalu. Domthonë e potencon Allahu qartazi se gjithçka përveç qenies së Allahu xhella xhelalu, çdo koncept, qoftë koha, qoftë vendi, çdo send e cilën të e din, e cila ka fillim, do të bie, do të shkatërrohet. Përveç qenies së Allahu xhella xhelalu, e cila është e përreshme pa fillim edhe e përreshme pa mbarim. Vazhdojmë me argumentin logjik, i cili vërteton se Allahu është i përreshëm pa mbarim. Anna wajib al-wujudi, se ekzistenca e Allahut xhela xhelalu është ekzistencë e patjetërsueshme. La yaqbalu al-intifa bi hal, ai i cili është ekzistencë e patjetërsueshme. Nuk mundet të ndodhet çka të bie, mos ekzistuar, për arsye se detyrimisht ekziston kjo në aty. Fa yalzam baqahu kama yalzam qidamu. Ashtu siç është patjetërsueshme të jetë i përreshëm pa fillim, ashtu është e patjetërsueshme çka të jetë i përreshëm pa mbarim. Au yuqalu man thabata qidamu istahala adamu. Është ajo që ne përmendëm, a e ti çka vërtetohet në atë se ai është i përreshëm pa fillim, atëherë është e pamundshme çka ketë mbarim. Li'annahu law jaza 'alayhi al-'adam, për arsye se nëse do të lejoshte çka ai i cili është i përreshëm pa fillim si Allahu xhela xhelalu të kishte mbarim, fa adamuhu imma an yakuna bi nafsihi, atë mbarimin kush do t'i japte? Ose do t'i japte vet Allahu ta shkatërrote, ta shkaktote mbarimin e vet, bi an yakuna al-'adamu atharan li qudratihi, çka të vetë shkatërroshte bazuar me fuqinë e vet, domethënë me fuqinë e Allahut ta shkatërroj vetë vetën e vetën, e kjo është e pamundur, au bi mu'damin yudadu, ose dikush tjetër mos e shkatërrua Allahu faktikisht vetën e vet, do të vijë dikush tjetër për nga jashtë ta shkatërrua. Edhe kjo si mundsi nuk mban. Fa yam tanu wujuduhu ma'u. Domethënë çdo aspekt, nëse logjikojmë, qenia e Allahut është e përhershme pa fillim, edhe do vazhduhet të jetë e përhershme pa mbarime. Shohim sa ka. Vazhdojmë edhe me pjesën tjetër, cilën neve duhet ta lexojmë inshallah dhe me këtë ta përfundojmë. Këta cilësi të cilat neve përmendim, nëse shohim në sens çdo erë mohojnë diçka. Kur folëm për Allahu është një, e mohum ekzistencën e dy apo më shumë zotrave. Kur tham se Allahu është i përhershëm pa fillim, e mohum se Allahu xhela xhelalu s'ka fillim. Kur themi ekziston pa mbarim, e mohojmë mbarimin e Allahu xhela xhelalu. Domethënë në sens këta të treja çka i kemi përmend deri tash, në sens janë koncepte të cilat mohojnë fillimsinë, mohojnë ekzistimin e dy apo më shumë zotra nga Allahu xhela xhelalu, po ashtu mohojnë edhe mbarimin e qenies ose faktikisht zhbërjen e qenies së krijuesit. Tash autori kalon disa cilësi të cilat nuk kanë koncepte mohuese, po janë pohuese. Këta cilësi të cilat do t'i përmendim tash janë sifat ma'nawiyya, janë cilësit kuptimore, të cilat pohojnë diçka në qenien e Allahu xhela xhelalu. E para thot el hayy, Allahu thot është i gjallë. E dyta, el qadir, Allahu është i plot fuqishëm. Kur thomi Allahu është i gjallë, tash neve pohojmë se ka gjallëri qenia e Allahut. Fakë është i gjallë
qenia e Allahu xhelel xhelalu. Kur themi se Allahu është El Qadir, atëherë pohojmë se është i plotfuqishëm për gjithçka. Kur themi se Allahu është El Alim, siç e përmend autori, atëherë neve pohojmë se Allahu është i gjithdijshëm për gjithçka. Kur themi se Allahu është Es-Semi', atëherë pohojmë se Allahu xhelel xhelalu është dëgjues i gjithçka. Kur themi Allahu është El Basir, atëherë Allahu është shikues i gjithçka. Kur themi Esh-Sha'i wal Murid, atëherë pohojmë se Allahu xhelel xhelalu është dëshiron, ka dëshirën e vet me cilën ai faktikisht përzgjedh. Të kompletat cilësitë cilat neve përmendëm do të diskutojmë tash një nga një. Cilësinë e parë që ne përmendim Imam Nesefiu çka është? Është El Hayy. Domethënë Allahu është i gjallë. E kundërta e gjallërisë kush është? Vdekja. Nëse Allahu do të ishte të kundërta në kësaj, atëherë s'do mund ndodheshin asnjë pjesë e krimit. Domethënë çdo se do të ishte inekzistente. Për atë El Muttasifu bil Haya, El Hayy Allahu është ai i cili ja atribuohet atij faktikisht se është i gjallë. Wahia, çka është El Hayy, tjetë Allahu i gjallë, çdo më thon. Hiya sifatun azaliyya qa'ima bi dhatihi ta'ala lawlaha lama sahha itisafu bi baqiyati sifa. Thotën, kjo është cilësi e cila është e përhershme e pa fillim. Domthonë çdo herë për cilësitë e Zotit janë të përhershme pa fillim. Kur thomi El Hayy, Zoti është i gjallë, themi se kjo cilësi është e cilësi një nga cilësitë e Allahu xhelel xhelalu, çka nën kupton se është cilësi e përhershme pa fillim. Se nëse nuk do të ishte kjo cilësi, atë nuk do mund të shtimin neve ta quajmë Allahun i gjithdijshëm. Për arsye se nëse nuk do të ishte i gjallë, atë cilësia i gjithdijshëm nuk do mund të ekzistonte. S'mund të dikush të dihet çdo send edhe të dëgjojë çdo send edhe të ketë dëshirën e vet përderisa nuk është i gjallë. Për këtë kjo për jo rastisht e përmend cilësinë e parë, thotë El Hayy i gjalli. Por arsye se gjithë cilësitë që ka vinë pas kësaj duhet detyrimisht ekzistojnë me ekzistimin e kësaj cilësie. Nëse nuk është i gjallë dikush, nuk mund të atribuohet dia, nuk mund të atribuohet dëgjimi, nuk mund të atribuohet dëshira. Për këtë të parën cilësia përmend El Hayy, domethënë Allahu është i gjallë. Vazhdojmë këtë cilësia e dytë, ku thotë Imam Nesefiu El Qadiru, i cili është i plot fuqishëm për gjithçka. Domethënë cilësia e dytë e Allahu xhelel xhelalu në këtë rast që përmend autori është fuqia. Domethënë Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Wa hiya sifatun azaliyya qa'ima bi dhatihi ta'ala, është cilësi e përhershme pa fillim. Fuqia e Allahu xhelel xhelalu është e përhershme pa fillim, e cila ekziston që në Allahu xhelel xhelalu, nëpërmjet kësaj cilësie Allahu xhelel xhelalu i krijon sendet të cilat mund të ndodhin. Gjithçka që ndodh krijohet me këtë cilësi të Allahu xhelel xhelalu, me cilësinë e cila quhet el Qudra ose plot fuqishmëria e Allahu xhelel xhelalu. Cilësia e tretë e Allahut është el Alim. Domethënë Allahu është i gjithdijshëm për diçka. Se nëse nuk do të ishte i atribuar Allahut qenies Allahut dituria për gjithçka, atëherë i bie nuk do të ditë gjithçka. Dhe përderisa dikush nuk din çdo sen çka ndodh, atëherë se meriton çka të quhet Zot. Për këtë themi se Allahu është i përhershëm pa fillim edhe me brenda kësaj përmendim edhe cilësinë e cila quhet është el Alim, i gjithdijshëm për çdo sen. Es-Semi', cilësia e katërt, Allahu dëgjon çdo sen. E kundërta e dëgjimit është shurdhëria, mos dëgjosh. Edhe vetë tham për fillim se Allahu është i cilësuar me cilësi të pastra, edhe cilësi të cilat nuk kanë mangësi. Dhe për këtë themi Allahu dëgjon gjithçka. Se dëgjimi i Zotit përfshin çdo sen, edhe zhurmat e mëdha, edhe zhurmat e vogla, edhe atë cilën ti ke mundësi ta ndërgjosh, edhe atë cilën s'ke mundësi ta ndërgjosh, Allahu xhelel xhelalu dëgjon çdo sen. E pesta është El Basir, Allahu shikon çdo sen. Domethënë shef çdo sen. Jo se Allahu dëgjon edhe shikon ashtu si dëgjojmë ne shikojmë ne. Neve për dëgjim kemi nevojë për veshin, në përgjithësinë e dëgjimit, edhe arrim dëgjojmë deri në frekuenca të caktuara. Mirpo Allahu nuk ka nevojë për mjete çka të dëgjoj. Neve kemi nevojë për vesh. Çka ti dëgjojmë se ne ti marrim tingujt. Neve kemi nevojë për sy, çka të mundet nëpërmjet faktikisht përthyrës dritës ti njohim objekte të cilat janë jashtë nesh. Allahu shikon me shikimin, faktikisht e ka shikimi i Zotit është shikim hyjnor. Çka nuk u përngjan krijesave, nuk shikon me mjete. Allahu nuk ka nevojë të ketë mjete, me faktikisht çka nëpërmjet tinëve të mjeteve të dëgjoj apo nëpërmjet tinëve mjeteve të shikoj. Allahu dëgjon edhe shikon me dëgjimin e shikimin e vet hyjnor, e cila nuk u përngjan shikimit të njerëzve. E pesta domethënë është Allahu shikon. E gjashta është Allahu ka dëshirë. Për arsye se neve na ka krijuar. Nëse do të dëshironte mos na krijonte, nuk na krijonte. Edhe do t'i përmendim argumentet për secilën cilësi për cilësive të cilat neve e kemi përmend. Domethënë këta janë 6 cilësi të cilat i përmend autori. Allahu është i gjallë,
i plot fuqishëm për gjithçka, i gjithdijshëm për gjithçka, dëgjon gjithçka, sheh gjithçka edhe ka dëshirë. Vazhdojmë me të parën, ku përmend autori është el haya, është Allahu jeton. Dhe Allahu faktikisht është i gjallë. Çka thot Allahu në Kur'an? Thot Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Allahu është ai i cili s'ka zot tjetër përveç tij, i cili është el hayy, i cili është i gjallë. Kjo është argumenti nga Kurani. Kemi argument nga Suneti, cilin e transmeton hadithin Zeid ibn Thabiti, i cili anku ka pejgamberi selam për diçka edhe e ka mësuar këtë dua. Pjesë e duas çka thot, çka ka mësuar pejgamberi selam ti lutet Zotit, një pjesë e duas është wa anta hayyun qayyum, edhe ti je i gjallë. Edhe kjo vërteton se në Sunetin e pejgamberit selam cilësia çka thot se Allahu është i gjallë është e përmendme. Siç është e përmendme në Kur'an çka e përmendëm, ekziston edhe në Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Për arsye këta janë argumentet që kanë sunet edhe në Kur'an. Nëse Allahu nuk do të ishte i gjallë, atë nuk do mundeshim neve dhe cilësitë tjera të janë veshim. Për arsye se nëse nuk je i gjallë, atë s'mund të jesh i dishëm. Nëse nuk je i gjallë, atë s'mund të kesh dëshirë. Nëse nuk je i gjallë, atë nuk mund të flasësh. A kompletojnë cilësitë Allahu xhelel xhelalu. Cilësia e dytë e argumentet e cilësisë dytë e cila është el qudra, është plot fuqishmëria e Allahu xhelel xhelalu. Çka thot Kur'ani? Allah thot en el quwwata lillahi jami'a. Se faktikisht fuqia komplet ajo i takon Allahu xhelel xhelalu, ose wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Këta janë dy argumente nga Kurani, të cilat neve na vërtetojnë se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send, domethënë ka fuqi. Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka thot? Një pjesë e duat çka është wala hawla wala quwwata illa billah. Edhe nuk ka dëni forcë ose nuk ka diçka tjetër përveç se është Allahu xhelel xhelalu. Kjo është argumentet nga Kurani Suneti për cilësinë e dytë e cila është kudra. Vazhdojmë për cilësinë e tretë e cila është el ilm. Allahu ka dije. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Thot Allahu në Kur'an, e din çdo send çka është para dhe çdo send çka vjen pas, ose është pjesa ajetit e cila është alama e qartë ku thot Allahu xhelel xhelalu, nuk bie ndonjë gjë, o ma taskutu min waraqatin, edhe nuk bie ndonjë gjë pipeme përveç se Allahu e dina. Domethënë edhe këta detaje të vogla, çdo send është pjesë e dijes të Allahut xhelel xhelalu. Vazhdojmë argumentin e cilësisë të katërt edhe të pesë e cila është dëgjimi edhe shikimi. Thot Allahu në Kur'an wa huwa as-sami'ul basir. Ai është ai i cili sheh gjithçka dhe din gjithçka. Domethënë gjithë ta cilësitë çka i kemi përmend, e kemi edhe në Kur'an. Vazhdojmë ke cilësia tjetër, çka është në el irade, është në dëshira e Allahu xhelel xhelalu. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Në Kur'an thot Allahu bën çka dëshiroj vet. Ose ka dhe sura fa'alun lima yurid. Është ai i cili e kryen çdo send ashtu siç e dëshiron ai. Edhe kjo, kur thot Zoti e kryen çdo send sipas dëshirës vet, domethënë e pohon se Allahu ka dëshirën e vet. Domethënë këta janë cilësitë shkurtimisht, neve inshallah do të bisedojmë këta edhe një herë tjetër, do t'i përmendim edhe një tjetër më detajisht, mirë po sot vetëm si se cilën cilësi edhe disa argumente lidhur me atë për të qenë më qarta në ligjëratat e ardhshme. Ajo çka kemi ardhur në përfundim deri tash është se neve e kemi vërtetuar ligjëratën e kaluar se Allahu është el Qadim, siç el Wahid, siç e pohon Imam Nesefiu, domethënë është një, edhe kemi prokrit argumentet qoftë nga Kurani, Suneti dhe logjike se Allahu është një dhe nuk mundet, nuk ka mundësi, nuk ka tezë, nuk ka teori e cila mund të ekzistojë ose mund të apohuaj ekzistimin e më shumë se dy zotra. Këtë kemi përmendur ligjëratën e kaluar, ligjëratën e sotme neve diskutojmë se Allahu është i përhershëm pa fillim edhe i prom argumentet, po ashtu Allahu është i përhershëm pa mbirim edhe i prom argumentet, edhe diskutojmë diçka për sifatet, cilat janë cilësitë pohuese, e cila është el Hayy, i gjallë, e dyta el Qadir, i plot fuqishëm, el Alim, i gjithdijshëm, el Sami', i cili dëgjon gjithçka, el Basir, i cili sheh gjithçka, el Sha'i, el Murid, Allahu ka dëshirën e vet. Edhe këta me këta cilësi faktikisht me këtë e përfundojmë. Ajo çka është më rëndësi është se secili musliman për neve duhet të dihet cilësitë e Allahut xhelel xhelalu. Edhe nëse shohim librat e mektebit, librat të cilët i mësojnë fëmijët në mekteb, në hymjet asaj, faqja e para, e dyta, e tretë diçka janë çështjet e besimit ku diskuton cilësitë e Allahut xhelel xhelalu. Çdo musliman këta cilësi çka i kemi përmend deri tash duhet t'i dije përmendsh. Ne vetë ti marrim këtë cilësitë, domethënë me ligjëratën e ardhshme inshallah do mundohemi të përfundojmë, po të mundemi cilësitë e Allahut xhelel xhelalu edhe të ndajmë ata llojet e cilësive të Allahut, edhe do të jenë faktikisht një përmbledhje krita asaj çka i kemi përmend 4-5 ligjërata, do t'i përmbledhim 2-3 faqe, e në këta 2-3 faqe do të jenë gjithë cilësitë e Allahut xhelel xhelalu edhe dhe një sqarim thjesht lidhur me këta cilësi. Ku çdo musliman e ka obligim të dije dhe të njohë këta cilësi të Allahut xhelel xhelalu. Sidoqoftë neve takohemi erën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.